Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, të gjithë thani lakër turshi, por askush nuk e di se çfarë ndodh zemrës tuaj. Ndërkohë që shumë njerëz e preferojnë lakrën turshi si shoqëruese ideale të mishit, patateve apo perimeve, ekspertët paralajmërojnë se përfitimet e saj shëndetësore varen nga sasia e konsumuar. Sipas nutricionistëve, lakra turshi është një ushqim i fermentuar që përmban probiotik dhe prebiotik, të cilët ndihmojnë në balancimin e mikroflorës së zorrëve, përmirësojnë thithjen e lëndëve ushqyese dhe zvogëlojnë inflamacionin. Konsumimi i saj mundet të forcojë sistemin tuaj imunitar, të rrisë ndjesinë e ngopjes, të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve dhe të mbështesë shëndetin e zemrës dhe kockave. Një filxhan lakër turshi përmban pothuajse 1000 mg natrium, prandaj ekspertët rekomandojnë që ajo të konsumohet me moderim për të shmangur rritjen e presionit të gjakut dhe mbajtjen e ujit në trup. Ata gjithashtu paralajmërojnë për gazrat dhe fryrjen që mund të shkaktojnë ushqimet e fermentuara tek personat që nuk janë të mësuar me to. Dietologja Michel shpjegon: kur e kuptojmë pse ushqimet të caktuara janë të dobishme ose të dëmshme, është më e lehtë të bëjmë zgjedhje që mbështesin shëndetin e zemrës, kockave, imunitetit dhe zorrëve. Përfitimet janë të shumta, por si me çdo ushqim tjetër, sasia bën diferencën. Lakra turshi mund të jetë një super ushqim i vërtet për ata që e konsumojnë me mençuri. Lakra turshi është një ushqim i domosdoshëm veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Është një burim i shumë vitaminave dhe ka një efekt të dobishëm në organizëm. Ka të paktën 5 arsye pse ju duhet që të konsumoni lakër turshi. Përmban lëndë ushqyese. Përveç se është e ulët në kalori, lakra turshi gjithashtu përmban lëndë ushqyese tepër të rëndësishme si vitamina C, vitamina K, vitamina B6, hekur, bakër, mangan, folate dhe njëkohësisht kalium. Është e mirë edhe për zorrët. Për shkak se është një ushqim i fermentuar, lakra turshi përmban natyrshëm probiotik dhe fibra prebiotike. Probiotikët janë efektiv sidomos kur bëhet fjalë për kapsullokun, diarren e lidhur me përdorimin e antibiotikëve dhe me infeksionet, si edhe sindromën e zorrës së irrituar. Forcon sistemin imunitar. Meqense afërsisht 70 deri në 80% e imunitetit ton varet nga shëndeti i zorrëve, të dy sistemet janë të lidhura pasgjithshmërisht, që do të thotë se çdo ushqim që mbështet zorrët e shëndetshme gjithashtu mbështet një sistem të shëndetshëm imunitar. Është një burim i mirë i fibrave. Është vërtetuar se lakra turshi ndihmon me sindromën e zorrës së irrituar. Sipas bazës së të dhënave ushqimore të Departamentit Amerikan të Buqësisë, një filxhan lakër turshi përmban 4 gram fibra, që është e barabartë me 15% të vlerës së rekomanduar ditore. Ndikon gjithashtu edhe në uljen e stresit. Është treguar se probiotikët kontrollojnë ankthin dhe simptomat e depresionit tek njerëzit për shkak të lidhjes midis zorrëve dhe trurit. Zorrët e shëndetshme janë baza për funksionimin e të gjithë trupit të njeriut. Dimri pa lakër turshi në popullin tonë është pothuajse i paimagjinueshëm, qoftë në sallata, mishi me lakër. Lakra është një pjesë integrale e kuzhinës sonë në këtë kohë të vitit. Lakra turshi është një ushqim që falë përmbajtjes së tij, ka një rol të rëndësishëm në ruajtjen e ekuilibrit biologjik të organizmit. Lakra e ka një vlerë tepër të rëndësishme në ruajtjen e ekuilibrit biologjik të organizmit. Lakra ka edhe një vlerë të ulët energjike dhe paraqet një thesar të vërtet të vitaminës C, A, B1, B2, si edhe mineralet si kalcium dhe kalium. Përveç vitaminave dhe mineraleve, lakra turshi përmban edhe bakteret e acidit laktik,
të ngjashme me bakteret e mira mbrojtëse në stomak, të cilat e ruajnë ekuilibrin e florës së zorrëve, e rregullojnë metabolizmin dhe gjithashtu stimulojnë heqjen e toksinave. Lakra gjithashtu ndihmon në punën e trurit dhe ruajtjen e infeksioneve, si edhe njëkohësisht mundet që të mbrojë trurin tuaj, shëndetin e muskujve të zemrës dhe eshtrave, si edhe në ndërtimin e ruazave të kuqe të gjakut. Falës zinkut, lakra e mbron edhe imunitetin ton. Gjithashtu është një ushqim që parandalon avitaminozën dhe e shëron mukozën e traktit të tretjes, ndërsa rasoi ndihmon me kapsullokun kronik. Për ta patur një punë të mirë të zorrëve, mjafton që ju t'i konsumoni 2 deri në 3 lugë rasoj para çdo vakti. Gjithashtu, lakra turshi është një ushqim i domosdoshëm në tavolina, sidomos në këtë periudhë të vitit. Ky ushqim është një burim i shumë vitaminave dhe njëkohësisht është një pjatë e shkëlqyer anësore për pothuajse të gjitha gatimet dimërore. Ne këtu do t'ju sjellim disa arsye pse ju duhet që ta konsumoni më shumë këtë ushqim. Është ushqyese. Përveç se është e ulët në kalori dhe numëron rreth 30 kalori për pjatë, ajo gjithashtu përmban lëndë ushqyese tepër të rëndësishme si vitamina C, vitamina K, vitamina B6, hekur, bakër, mangan, folate dhe kalium, të mira për zorrët. Duke qenë një ushqim i fermentuar, lakra turshi përmban natyrshëm probiotik dhe fibra prebiotike, dhe probiotikët janë efektiv sidomos kur bëhet fjalë për kapsullokun, diarren e lidhur me përdorimin e antibiotikëve dhe infeksioneve, si edhe sindromën e zorrës së irrituar. Forcon sistemin tuaj imunitar. Meqense imuniteti varet kryesisht nga shëndeti i zorrëve, këto dy sisteme janë tepër të lidhura pasgjithshmërisht, që do të thotë se çdo ushqim që mbështet një zorë të shëndetshme gjithashtu mbështet një sistem të shëndetshëm imunitar. Një burim i mirë i fibrave. Një provë e kontrolluar e rastësishme tregoi se lakra turshi është i vetmi ushqim i fermentuar që është vërtetuar klinikisht se ndihmon edhe me sindromën e zorrës së irrituar. Fibrat probiotike ndihmojnë edhe në ushqimin e baktereve të mira në zorë, shkruan gastroenterologu integrues Marvin. Sipas bazës së të dhënave ushqimor të Departamentit Amerikan të Bujqësisë, një pjatë lakër turshi përmban 4 gram fibra, e cila është e barabartë me 15% të vlerës së rekomanduar ditore. Ndikon edhe në uljen e stresit. Është treguar se probiotikët menaxhojnë ankthin dhe simptomat depresive tek njerëzit për shkak të lidhjes midis zorrëve dhe trurit. Zorrët e shëndetshme janë baza për funksionimin e të gjithë trupit të njeriut. Prandaj, mundohuni që të mos e ndani lakrën turshi nga vakti juaj, sidomos gjatë kësaj periudhe kur të gjithë do dëshironim që të kishim një sistem imunitar sa më të fortë dhe njëkohësisht një shëndet të mirë, duke qenë se është një produkt lehtësisht i gjendshëm dhe i pakushtueshëm, mund të përdoret nga të gjithë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.